Përshëndetje, ja tek rishihemi sërish në podcast me doktorin. Sot kam kënaqësinë e veçantë të kem të ftuar profesoreshë Eliona Demaliaj, pedagoge në Universitetin e Mjekësisë Tiranë dhe drejtoresh e Spitalit Universitar Mbretëresha Geraldine. Përshëndetje profesoresha, faleminderit që pranuat ftesën tonë. Përshëndetje dhe urime për podcastin. Është një nga podcastet në fakt më interesante që ka lidhje me mjekësinë. Ose të paktën nga ato që unë kam ndjekur, edhe ju përgëzoj për faktin që keni bërë më të prekshëm punën e doktorit, punën heroike të mjekut, dhe në njëjtën kohë personalisht ju përgëzoj edhe për marrëdhëniet tuaja me studentët edhe me trajnimin e tyre për të bërë mjek. Falenderoj shumë. Në fakt, në fushën tuaj, profesoresh, unë jam mezipres të kemi këtë podcast, duke qenë se ju bëni një punë të madhe, ekipet tuaja sigurisht që bëjnë një punë të jashtëzakonshme dhe do donim të dinim pak më tepër rreth jush, rreth profesionit tuaj, rreth rasteve tuaja dhe sigurisht pastaj rreth edhe punës që keni në përditshmërinë tuaj. Kështu që pa humbur kohë, do doja të dija diçka më tepër rreth jush. Si keni zgjedhur që të jeni në këtë profil? Si profesioniste, si obstetër ginekologe, si ka qenë pastaj sigurisht edhe rrugtimi juaj në këtë fushë? Rrugtimi im është gjatë në fakt, so bën shumë vite që punojmë. Unë vi nga një familje në cilën mamaja ime, nëna ime ishte dhe është mjeke, kirurge. Pra, rrugtimi im drejt mjekësisë ka qenë, besoj unë deri diku i përcaktuar, sepse unë nuk e kam imagjinuar vendentimin në asnjë pozicion tjetër dhe në asnjë profesion tjetër. Që e vogël më është bërë gjithmonë pyetja që ç'do do bësh kur të rritesh, si mami, doktoresh. Edhe unë kam ardhur në konkurs në mjekësi, pra jam nga të brezat e parë që kemi ardhur me konkurs në mjekësi dhe ka qenë një zgjedhje plotësisht e bindur drejt rrugtimit të mjekësisë. Për sa i përket obstetrik ginekologjisë, besoj që edhe këtë e kam përcaktuar me dëshirë, edhe gjithmonë them që kam bërë një zgjedhje të mirë brenda dhe formimit dhe karakterit tim. Nëse do kishe ndonjë rikthim pas në kohë, a do kishe ndonjë përqindje të vogël hapësire të menduari për një profil tjetër përveç profilit mjekësisë? Sot që e shikon në këtë prizëm. Po, gjatë rrugtimit të jetës, të gjithë njerëzit besoj që kanë ato periudat e veta që thonë pse bëra këtë, ose kur je i lodhur, ose kur ke zhgënjime, apo kur ke edhe dështime, sepse jeta ka dhe rezultate, por ka dhe dështime, dhe është shumë normale kjo gjë, dhe ne duhet të bëjmë paqe me këtë, duhet të gjejmë ekuilibrin brenda vetes. E them ndonjëherë, por nuk e kam përcaktuar se ç'do të ishte diçka tjetër. Kështu që fakti që nuk e kam gjetur ose imagjinoj do diçka tjetër, them që kjo është zgjedhje që unë e kam bërë, e bindur edhe. Profesoresha, do doja të dinim diçka më tepër rreth profilit tuaj tashmë si obstetër ginekologe. Sigurisht në një karrierë të gjatë ndër vite keni një numër të jashtëzakonshëm raste që keni trajtuar situata që shkojnë nga më të vështirat te sigurisht pastaj edhe më të bukurat edhe ndonjëherë edhe të habitshmet. Unë do doja të dija nëse do t'i bëni një kronologji gjithë karrierës tuaj, cili ka qenë rasti më i vështirë që ju kujtoni që mund sillni ndërmend që keni trajtuar? Kjo është një pyetje në fakt që nuk është shumë e thjeshtë për t'u dhënë aq pas kaq vitesh punë, aq më tepër pas kaq vitesh si drejtuese e Spitalit Universitar Obstetrik Ginekologjik Mbretëresha Geraldine. Dhe unë në fakt më shumë dua që të përfaqësoj punën heroike të mjekëve dhe të infermierëve të institucionit tonë, që çdo ditë shpëtojnë jetë, çdo ditë bëjnë mrekullira. Dhe çdo ditë megjithëse mund mos duket dhe mund mos pasqyrohet për ne, sepse fundit ne bëjmë detyrën dhe unë gjithmonë them që ne mjekët në përgjithësi bëjmë mrekullira, por në fund bëjmë detyrën. Ne jemi për të dhënë shërbim shëndetësor dhe ne japim shërbim shëndetësor. Është detyra jonë që të rrisim nivelin e dhënies së shërbimit shëndetësor. Është detyra jonë që të rrisim mundësinë e të shpëtimit të jetëve. Mjekësia është shumë e thellë, ka empati brenda, ka shkencë brenda, ka zemër brenda, ka rezultate, ka dhe dështime. Por
ajo që e bën të mrekullueshme është fakti që ti përpiqesh të shërbesh, përpiqesh të shpëtosh jetë, përpiqesh të japësh shërbim shëndetësor, përpiqesh në profesionin e obstetrit gjinekologut të japësh gëzim në familje dhe të lumturosh familjen, individin edhe shoqërinë. Mund të themi që ne kemi rasti fundit për shembull që unë mund të përmend është një zonjë e cila erdhi në një gjendje shumë të rëndë me atë që ne themi preeklamsi në gjendje komatoze, e pa trajtuar, mbase në shtëpi, ose që siç rrin gratë në pak më shumë në shtëpi që hëse do bëj edhe këtë sot dhe pastaj do ikë nesër ke doktori, ose hëse më dhëm pak koka, po është normale që të më dhëmi koka sepse jam shtatsan, dhe erdhi në një gjendje preeklamsie të rëndë, gjendje komatoze, e cila në 90% të rasteve në gjitha klinikat është e barabartë me humbjen e jetës nënës dhe të fëmijës. Për shkak të punës së menjëhershme, në fakt duhet të them që edhe urgjenca që në 27-a ndihmon shumë ardhjen e urgjencave sa më shpejt në institucionet shëndetësore dhe i përgëzoj për punën. Nëpërmjet që në 27-ës erdhin kohë në spital, nëpërmjet angazhimit të mrekullueshëm të mjekëve obstetër ginekologëve të gjithëve neve, unë isha aty dhe të gjithë bashkë ishim, bëm të mundur që të jepet reanimimi duhur nga mjekët e mrekullueshëm reanimatorët e spitalit tonë, nga mjekët e mrekullueshëm të obstetër ginekologëve që u futën në sallë, nga ekipi i infermierëve të cilët janë gjithmonë aty të përkushtuara dhe më besonin në momentin e urgjencave. Kjo është një karakteristika që kemi ne si institucion, është që të gjitha infermierët me shpirt, por edhe duke ditur përcaktuar në mënyrë të qartë pozicionin e punës, janë aty dhe e di secili se çfarë duhet bëjnë në rast në urgjencave, dhe kjo është një nga pikat që duhet të ketë spitalet që kanë urgjenca, duhet të kenë këto procedura të qarta për të tërë individët, që njëri bën këtë, tjetri bën këtë, tjetri bën këtë, sepse ne humbasëm kohë ndonjëherë dhe nga mos organizimi i punës brenda institucioneve, dhe ajo sot zonja gëzon shëndet plot vetë dhe fëmijë. Në fakt, ndërkohë që ju flisni, në mendjen time vijnë gjithmonë komentet që kemi me kolegë shpeshherë që në rast se kemi të bëjmë një proces ose një lindje të një fëmije, gjithmonë nëse duhet mendosh edhe urgjencën, duhet mendosh edhe komplikacioni dhe nuk diskutohet që në njësi të tilla është diçka që është e jashtëzakonshme puna që bëhet edhe në një situatë që mund të jetë e papritur, gjë që jo kudo mund të mbulohet ose jo kudo mund të jetë profesionalizmi i duhur. Urgjenca obstetrikale është urgjenca më e madhe. Është më e madhe se sa urgjenca kardiake dhe më e madhe se çdo lloj urgjence tjetër. Ne kemi brenda 7 minutave duhet që të jetë gruaja në sallë në rast në suferencave akute, të jetë gruaja në sallë edhe gati për kryer interventin. Maksimalja e kohës jetë pretës 7 minuta. Profesor, si funksionon në rastet që një urgjencë paraqitet tek ju dhe ju bie juve ndoshta në një situatë shumë të vështirë ku mund të kemi disa raste njëra mbas tjetrës dhe do duhet koordinoni ekipe të gjitha mjekësh apo infermierë. Çfarë emocioni është që të marrësh një rast të vështirë dhe ta shikosh më pas familjarin në sy dhe t'i thuash çdo gjë ka shkuar perfekt, të keni një jetë lumtur, çdo gjë ka shkuar ashtu siç duhet. Për ju si drejtuese dhe pastaj sigurisht si obstetër ginekologe. Prandaj puna e mjekut është puna më e bukur në botë. Është puna më e bukur në botë sepse ti jep gëzim, jep mrekulli. Dhe një nga gjërat që bën obstetri ginekologu më shumë se sa të tjerët është kjo kënaqësi që ti ju jep familjes në rastet e jo vetëm në rastet e urgjencave, por edhe në çdo ditë që ne presim fëmijë. Sepse për ne ose për një obstetër ginekolog mund të mos jetë është punë, por për familjen është një gëzim dhe është një ngjarje e mrekullueshme në jetën e tyre. Ashtu siç është shumë e vështirë humbja e një jete në maternitet. Jo vetëm në Tiranë, por kudo në përrethje. Pse? Sepse njerëzit mendojnë që lindja është vetëm e bukur, duhet të jetë në fakt vetëm e bukur, por harrojnë faktin që vetë lindja dhe vetë shtatzania mund të komplikohet me patologji. Ne jemi shumë krenar në spitalin tonë, Mbretëresha Geraldin, që ne nuk kemi humbje, kemi zero humbjen e jetës të nënës. Dhe kjo tregon një standard të lartë të shërbimit shëndetësor. Shpesh herë ne harrojmë të themi dhe rezultatet.
shpeshherë ne na zë vetëm tendenca që të pasqyrojmë ose pasqyrohemi nga të tjerët vetëm për raste të cilat janë të komplikuara, sepse e mira nuk duket. Lajmi jo i mirë qarkullon, dhe kjo është normale, jo vetëm në shëndetësi, por ne duhet ta themi që në sajt të investimeve, në sajt të protokolleve, në sajt të trajtimit të mjekëve, ne kemi sot mjek shumë herë më të mirë se sa 10 vjet më parë. Shumë herë më të mirë se sa 20 vjet më parë. Dhe sot mjekët tanë janë të aftë të presin urgjencat dhe të menaxhojnë urgjencat. Dhe po e them edhe një herë, urgjenca obstetrikale është urgjenca më e shpejtë dhe më e vështirë. Është e komplikuar në sa i përket hemorragjive, është e komplikuar për sa i përket kohës shkurtër, është e komplikuar për sa i përket sistemeve të cilët involvohen te gruaja kur fillon komplikacione. Ka patur në një rast gjithmonë në këtë drejtim që flasim të një rasti që deri diku ka qenë i trisht, ndoshta jo për fëmijën, ndoshta për shëndetin e nënës. Së fundmi për shembull ne kemi pas një rast të trisht, shumë të trisht, që një grua e cila erdhi vonë në spital, humbi jetën ajo, nuk e humbi kenene, humbi në QSOT, por nuk ka rëndësi, ishte një grua shtetëzan, e cila erdhi për shkak të mendojnë të një preeklamsie të shumë të rëndë, humbi jetën me gjithë ndihmën e madhe të gjithë sistemit shëndetësor. Duhet të bëjmë promocion. Pra, të gjitha zonjat, të gjitha gratë shëtëzana, sepse ne kemi një sistem referimi shumë të mirë në fakt, ne kemi konsultorët në cilët paraqiten nënat shëtëzan. Ne kemi mjekët e spitaleve rajonale që gjithmonë më shumë punojnë edhe kanë kushte shumë të mira për të punuar. Ne kemi sistemin referimit të spitaleve terciare, të cilat të duhet të referohen të gjitha gratë shtatzana, të cilat ne mendojmë që duhet të jenë të referuara për shkak të patologjive që komplikojnë shtatzanin dhe për shkak të linjeve premature. Por promovimi dhe promocioni është shumë i rëndësishëm. Promocioni dhe informimi i nënave gjatë shtatzanisë është shumë i rëndësishëm. Nënat duhet ta dinë që ku është rreziku, si duhet bëjnë kontrollin, sa herë duhet shkojnë ke doktori, cilat janë shenjat të cilat duhet ta bëjnë atë të alarmohet. Mbase mos vinë më shumë se ç'duhet në spital, por është më mirë të vinë pak më shpesh, edhe se sa të vinë vonë edhe të komplikojnë gjendjen e vet edhe të fëmisë. Po në fakt ka një ndryshim në qasjen e tyre duke e menduar që nga vitet tuaja të para të karrierës deri më sot në mënyrë se si qasen spitali në stigmën që kanë ndonjëherë për mjekët. Po, unë besoj që fuqishëm e mendoj këtë, që e para njëherë shoqëria shqiptare ka ndryshuar në mentalitet. Ka ndryshuar në të gjithë mentalitetet, edhe në organizimin e familjes. Dhe kjo vjet re jo vetëm në gjendjet në qytetet urbane, por edhe në zonat rurale. Në fillimet e karrierës sime, gratë, sidomos në zonat rurale, vinin shoqëruara me vjerrat të tyre, me bashkëshortët, me familjar. E kishin vështirë që të vinin për shembull të bënin një pap test, e kishin vështirë që të vinin të bënin një ekografi në qoftë se burri ishte prezent në shtëpi apo në qoftë se ishin të fejuara apo të pamartuara. Sot ka ndryshuar. Nuk mund të them që i kemi ardhur drejt shoqërisë ideale, por unë e vëre gjithmonë më shumë që ne kemi kërkesat të zonave urbane dhe rurale për të bërë pap test në mënyrë të rregullt, për bërë kontrollet në mënyrë të rregullt. Duhet të themi të një gjë tjetër, që ne japim shërbim, dhe kjo është përsëri një arritje sistemit shëndetësor në Shqipëri, që japim shërbim në të gjitha rastet për gratë shëtëzana. Pra, gratë shëtëzana kanë akses dhe një nga kriteret e shërbimit shëndetësor është aksesi që keti në marrjen e trajtimit mjekësor. Dhe gratë shëtëzana kanë akses në mënyrë të menjëhershme, e ndihmuar dhe nga urgjenca që në 27, por e ndihmuar edhe nga fakti që sot në spitalet rajonale ka gjithmonë mjek obstetër ginekolog, kanë akses të menjëhershëm ke mjeku obstetër ginekolog. Pra ne, si ndryshe nga shumë sisteme të tjera në vende të tjera, nuk e kthemi grua shtatzan që shko tek mjeku i familjes përpara dhe mos shko te mjeku obstetër ginekolog. Bile, aksesi është kaq i madh sa ndonjëherë edhe teprohet në kuptimin e mirë të fjalës, sepse thonë që dua tani dhe dua nga ty, pa hequr sistemin referimit. Por ne nuk kemi një akses dhe kemi pagesa pothuajse brenda sistemit referimit i kemi 0.
Dhe marrja e aksesit në mënyrë të menjëhershme dhe pa vonesa është një ndihmë shumë e madhe për sa i përket trajtimit të patologjive në shtatzani. Dhe jo vetëm. Profesor Shaleti, kthehemi edhe një herë rasteve klinike. Në karrierën tuaj sigurisht keni kaluar momente të vështira. Unë po ndalem tek ndoshta një moment që ka qenë i vështirë për gjithë sistemin shëndetësor, që ka qenë koha kur kemi pas pandeminë e COVID-19. Ka ndonjë rast klinik që e kujtoni që në fakt ka qenë shumë i vështirë ose diçka që ka komplikuar punën tuaj të përditshme në atë periudhë? Materniteti Mbretëresha Geraldine në rastin e COVID-19 ka bërë një punë të mrekullueshme. Ne kemi pasur repartin e parë që u krijua të COVID-it sigurisht me udhëzimin e Ministrisë së Përshëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe i dham ndihmë më vonë edhe spitalitetet Koçoklezheni, të gjitha grave shtatzana të cilat ishin të prekura nga COVID-19. Kemi pas një bashkëpunim të mrekullueshëm me spitalin infektiv, që në atë kohë mbajti një peshë, siç e dinë të gjithë, shumë të madhe për sa i përket rasteve të vështira dhe rasteve të intubuara. Dhe bashkëpunimi me profesoresh Najadën dhe me gjithë stafin e saj ka qenë i mrekullueshëm. Dhe kemi kryer dhe kemi shpëtuar jetë pafund, të cilat linjet janë bërë në kirurgji, në QSOT, dhe stafi jon ka bërë operacionet në kirurgji dhe stafi në neonatologjisë ka marrë fëmijët edhe i kemi mbajtur në maternitet. Kemi qenë mjek dhe e them me shumë krenari këtë, tamam ata mjekët e heshtur, por duar plot, për t'i dhënë ndihmë të gjithë grave shtatzan dhe në asnjë rast, asnjë grua shtatzan nuk ka ndetur pa trajtim në rastin e COVID-19 dhe jo vetëm, por po flasim për këtë periudhë. Rastet kanë qenë shumë vështira sepse prekja e sistemit pulmonar në rastin e COVID-19 e rrit insuficiencën pulmonare dhe kardiake dhe aq më tepër në rastet e shtatzanisë, kjo insuficiencë si pasojë e komprimimit që bën uterusi gravidik shtoi akoma më shumë. Funksionimi me gjak apo me oksigjen i fëmisë përsëri rriste soferencën si fetale ashtu dhe amtare. Por dua të them që përveç rasteve të cilët kanë qenë prematur thellë, që jemi përpjekur pra ka qenë shtatzania në një moshë të tillë që prematuriteti ka qenë kaq i thellë, 24 javë, 25, 26 javë, që mbijetesa e fëmisë është edhe në kushte normale, pra COVID-19 është afër zeros. Rastet e tjera kemi pasur shumë rezultate shumë të mira. E para gjithmonë ka qenë jeta e nënës, por edhe kemi shpëtuar fëmijë. Ajo që unë dua të them është që personeli ka qenë i mrekullueshëm. Në asnjë rast, asnjë mjek, asnjë reanimator, asnjë infermiere nuk ka thënë që nuk futem në sallën e lindjes apo nuk futem në operacion. Dhe për këtë arsye, unë si drejtuese e institucionit, por besoj ne të gjithë si qytetarët e këtij vendi, jemi shumë falënderues stafit mjekësor, kudo që ata kanë shërbyer, sepse në asnjë rast nuk kanë lënë pa shërbyer dhe pa dhënë ndihmë mjekësore për të gjitha rastet, sado të lehta apo të komplikuara që kanë qenë. Po në rastet e nënave të cilat diagnostikohen me sëmundje të vështira, siç mund të jenë sëmundje tumorale, a keni pasur një rast në karrierën tuaj që e keni ndjekur dhe si është procedura në raste të tilla? Për fat të mirë, sepse natyra i bën gjërat me dorë. Rastet e neoplazive në shtatzani janë pakta. Një rast, ne kemi pas 2 raste të cilët i mbaj mend vitet e fundit. Një rast ka qenë një karcinom i gjirit, janë më të shpeshta karcinomat e gjirit si pasojë e rritjes së estrogenit në mënyrë të lartë në shtatzani dhe vetë shtatzania e progredon sëmundjen, pra e acarron sëmundjen, se nëse sigurisht që ato përgjithsisht janë hormonë vartëse, pra rritja e estrogenit e përshpejton apo e bën që të duket pak më shumë sëmundja e cila më përpara kishte filluar, pra nuk e shkakton, por e përshpejton rasti gravidancës. Dhe kjo zonjë, e cila është diagnostikuar në javën është diagnostikuar në fakt nga mjekët senolog dhe ata e sollën në maternitet, ka qenë dikund muajin e 7, duhet të ketë qenë në javën e 32, zgjodhi që ta ndiqte shtatzanin, pra mos të lindte para kohe, po ta ndiqte shtatzanin deri afër termit, në mënyrë që të mos rrezikonte jetën e fëmisë vet dhe pastaj filloi terapinë.
Janë raste të vështira në fakt, janë raste shumë të vështira dhe nga ana psikologjike, por ajo që është e mrekullueshme është që nëna sakrifikon gjithmonë për fëmin, edhe ajo që është e mrekullueshme është që shpirti i nënës është ai që nuk njeh limite për t'i dhënë dashuri dhe për t'i dhënë kujdes fëmijës vet. Në lidhje me këtë gjë, profesoresh, besoj që ju krijoni edhe ndërlidhje pastaj me këto familje, me këta pacientë dhe a keni një histori të këndshme për ta treguar, ndoshta edhe pas disa vitesh. Sot të përshëndes një pacientin time. Kam shumë vite që nuk e kam parë, por që unë kam qenë një mjek e re, edhe ajo ka ardhur me pas një fatkeqësie, një problemi që pati me të shoqin, që nuk e di diçka të lidhur si kanë familje shqiptare, nuk e di se ç'kishte i shoqi, diçka që i kishte vajt policia në shtëpi, diçka e tillë. Dhe erdhi e stresuar, por unë operova, kam qenë roje me mend, kam qenë ditë shtun, edhe kam mbi 10 vjet kjo histori. Edhe e operova, edhe lindi fëmia, lindi mirë dhe mbas trajtimit, mbas operacionit, shfaqi shenjat e preeklampsisë. Preeklampsisë deri në kit, sepse filloi hematuri, ngjyrosje e urinës, probleme të lidhura me koagulimin. Ajsa, duke qenë se u shfaq për mbas operacionit, u menduar në fillim që çfarë është, sepse edhe shifrat e tensionit deri diku nuk ishin shumë të larta. Po në fakt preeklampsia është një sëmundje e cila është e heshtur, mund të futet edhe të prekë të gjitha organet dhe të mos japi shenjë klinike masive, po të japi shenjë klinike masive në momentin që i ka prek të gjitha organet. Është një patologji në fakt shumë e çuditshme që duhet njohur mirë. Për shkak të punës, për shkak të reanimimit, për shkak të ndihmës së madhe që u dha nga gjithë mjekët e maternitetit me Tresha Geraldin, shpëtoi edhe ka emrin Albana, por ajo më pëlqen sepse më merr çdo vit të ri. Edhe gjithmonë më thot jam ajo dhe më fler vetëm për vit të ri, dhe ato vite të ri që ndonjëherë nuk më ka marrë, gjithmonë kam pyet veten që ku është, se e di që është sikur që më kujton dhe unë shpresoj kështu që më kujton, por gjithmonë e pyet veten që domethënë mos ka ndonjë gjë që është një ritual në fakt që duke se kur rrit, domethënë kur iken shumë vite në punë, ke shumë pacientë të tillë. Por ato që janë që të fillimit karrierës, janë gjithmonë që të ngelen mendje dhe që të japin satisfaksion. Në lidhje me fillimet e karrierës, si kanë qenë rojet tuaja? Zakonisht rojet janë gjithmonë hapësira ngarkuara me urgjenca të padiskutueshme. Rojet e maternitetit nuk janë roje, janë qose mjekët e QSUT-s ose mjekët e shërbimeve tjera kanë roje më të qeta, materniteti bën roje me shumë mjek, me shumë urgjenca, me shumë lodhje, me shumë volum pune, edhe janë roje, janë me të kuptimin e fjalës roje. A kujtoni ndonjë situatë prej karrierës tuaj nga shërbimet 24 orëshe, ndonjë rasti të vështirë që keni trajtuar ose ndonjë rasti të komplikuar? Po ju them edhe një herë, rojet maternitet, në 3 roje njëra ka gjithmonë komplikacione. Sidomos tani që vjen vera, që fillon dhe numri më i madh i urgjencave, rrethet sjellin urgjenca. Pra rojet në maternitet nuk janë roje të zakonshme. Në 3 roje, njëra roje është që ti në mëngjes me ziri në këmbë. Kështu që mos pyet se janë kaq shumë. Tani për fat mirë unë kam kohë që s'po bëjmë roje, po u shoh për ditë, sepse unë s'bëj roje, por unë roje dër ditën, domethënë. Po jo vetëm on call, po edhe në vend dhe jam para dite mbas dite, dhe ditë them që materniteti, të gjithë maternitetet, dhe rajonalet, dhe të gjithë maternitetet bëjnë shumë punë. Bëjnë punë, sepse po e them edhe një herë, urgjenca në maternitet nuk është urgjencë si për shembull e ka kirurgjia që të pret, e shef edhe një tjetër, shkoni bën edhe një skaner, pretet dhe vi një konsult. Tek ne urgjenca është urgjencë që s'pret më shumë se sa 7 minuta. Profesoresha, sa vite karrierë keni në total deri më sot? Pyetje tjetër. Janë shumë vite. Në gjithë të tërësi vitesh, a kemi ndonjë moment që jeni gjendur një moment vështirë ose keni thënë do ta ul pak ritmin, do bëj një hap pas? Çdo ditë. Çdo ditë them. Sa herë lodhem dhe shkoj në darkë në shtëpi, sepse dita ime është e gjatë.
them që po kjo tani u lodha, jo u lodha, por të zë ajo e ke me veten tënde gjithmonë atë turbullirën, por që Sigurisht. e nesërmja është më e fuqishme. Dhe në raport me pacientët tuaj, pa diskutim që numri është i lartë, mesazhet për tyre janë gjithmonë të bukura, në shumë raste janë motivuese. A ka ndonjë mesazh të bukur që ju ka ngelur në mendje dhe që doni ta ndani me ne për pacientëve tuaj? Kam shumë mesazhe të bukura. Sigurisht që unë mbaj kërkesën edhe të mesazheve jo të bukura që i vijnë institucionit, sepse ne jemi institucion shumë i mirë, por nuk kemi dalë. Pra, ne kemi vend për punësime, kemi dështime brenda punës tonë, kemi mungesa të cilat përpiqemi që t'i rregullojmë. Por ajo që unë për shkak kam disa fëmijë të cilët kanë vënë emrin tim, edhe mua kjo me thënë drejt më kanë dhënë emocione të mira. Edhe njëra prej tyre bile erdhi edhe që e vizitova, sepse tani po shkon në afërsisht 20 vjeçe dhe vizitova që ishte edhe unë vazhdoj të thoshe gjithmonë Eleona e vogël, po ajo ishte më e vogël, ishte bërë më gjatë se unë. Kështu që puna e mjekut prandaj është e bukur. Puna e mjekut është e mrekullueshme. Është e mrekullueshme sepse ti merr kënaqësinë edhe merr edhe mirënjohje. Njerëzit e bëjnë diferencën. Njerëzit dinë të bëjnë diferencën edhe kur e kuptojnë që ti e ke bërë punën, e ke dhënë shërbimin, edhe kur nuk e marr rezultatet. Nga ana tjetër e kuptojnë edhe kur bën sikur i shërben, bën sikur i impenjohesh. Duhet ta kuptojnë dhe ne, sepse edhe ne njerëz jemi. Pra kemi dhe ne ato ditët tona të mira, ditët tona në të cilat mund të kemi dhe problemet tona dhe masat e komunikimi ose ndonjëherë mënyra se si prezantohemi nuk është aq e qetë ose aq me shpjegime sa duhet ishte, por prap nuk thelb mjeku është një profesion i mrekullueshëm, një profesion human, një profesion i cili gjithmonë duhet respektuar. Do rikthehem edhe një herë në lidhje me profesionin tuaj, me disa kolegë të spitalit që ju drejtoni, shpeshherë na ka qelluar të diskutojmë në raport me lindjet. Madje me një nga kolegët në neonatologji bënte thirrje të rinjve që ju lutem duhet të keni më shumë sens për të ndërtuar familje etj. Si është ky raport sot në punën tuaj? Ka një rënje të numrit të lindjeve apo ka një tendencë të rinjve ndoshta jo për të marrë kaq shumë përgjegjësi? Unë mendoj që në Shqipëri akoma familjet nuk janë ato të cilët nuk duan të kenë fëmijë. Pra ne jemi shoqëri e cila e duam familjen, e duam fëmijën. Nuk bëjnë në numrin e lindjeve, nuk do të janë ato të cilët kanë qenë në vitet 90, pra nuk i kemi më familjet numeroze, por me shumë fëmijë. Por nuk ka çifte, nuk ka familje të cilët krijojnë familjen edhe nuk duan të kenë fëmijë. Kjo është një psikologji shumë e mirë që e kemi. Tani numri i njerëzve të cilët kanë emigruar apo janë zhvendosur, për mos përdor fjalën emigrim, janë zhvendosur në mënyrë përkohshme, është e tillë që po ndodh, jemi koshient për këtë. Unë nuk e vlerësojmë fakt tek Mretresha Geraldine, ne nuk kemi rënje të numrit të lindjeve. Ne vjet kemi bërë afërsisht 5.700-800 lindje në vit. Një vit më përpara plus minus ka qenë diçka një 50 lindje më shumë ose më pak, si jam shumë precize. Pra nuk kemi rënje drastike të numrit të lindjeve, por masën në nivel kombëtar duhet parë këtë shifra. A ndikon në ambientin familjar në raste të tilla, qoftë edhe për një shtatzani të mirë të nënës, por qoftë edhe për një lloj stimuli për të ndërtuar familje apo për të pasur një qasje ndryshe në këto raste ndaj krijimit të familjes? Ja problematika të tjera të lidhura me familjen, të lidhura me mënyrën se si ti mendon të përfaqësohesh, pra të krijosh familje apo jo, të bashkëjetosh apo jo, të kesh përpara karrierën apo gjendjen ekonomike, apo të krijosh familje, të kesh planet të tuaja për të zhvendosur në një vend tjetër. Pra nuk e mendoj, sepse unë shikoj përpjekjet që bëjnë çiftet, të cilët nuk munden të kenë fëmijë, dhe përpjekjet që bëjnë çiftet për të pasur fëmijë. Pra ne nuk jemi në fazën, nuk jemi si disa vende, sidomos të veriut të Evropës, që njerëzit me koshiencë nuk duan të bëjnë fëmijë. Ne
Çiftet në Shqipëri unë kam vënë re që përpiqen shumë që të kenë një fëmijë në ato raste që nuk munden për të pasur fëmijë. Profesor Shalet, kthehemi pak tek studentët. Tani në cilësinë e një pedagoge dhe një profesoreshe në universitet, cili është raporti që ju ruani me studentët, me specializantët në përditshmërinë tuaj? Unë në fakt, unë kam lidhur pedagoge. Pra, puna ime e parë është pedagogjia në sensin që unë kam filluar punë pedagoge. Pra, në thelb, unë jam pedagoge e Universitetit Mjekësor të Tiranës. Pra, jam krenare për këtë. Dhe dua shumë Universitetin e Mjekësor të Tiranës. Dhe dua shumë kolegët dhe profesorët e mi. Edhe unë besoj që ne shumë fuqishëm kemi ndikuar për pasjen e mjekëve cilësor në Shqipëri. Dhe nëpërmjet studentëve tanë edhe në vende të tjera, ndërkohë të shohim që shumë prej tyre kanë bërë karriera shumë të mira edhe jashtë Shqipërisë. Tregon që shkolla jonë ka qenë një shkollë cilësore. Dhe pse jo, dhe modeli që ne u kemi prezantuar atyre ka qenë cilësor. Ne të gjithë kemi marrë nga pedagogët tanë. Edhe unë kam modelet e pedagogëve të mi në mendje. Dhe pedagogu ndikon shumë tek studenti. Në mënyrë të pavullnetshme, po ndikon shumë. Ndikon në formim, ndikon në prezantim, ndikon në mënyrën e të folur, ndikon në korrektësi, ndikon në kërkesë, ndikon dhe jo duke toleruar. Unë marrëdhëniet e mia në fakt tani kam kohë që nuk i kam më si me studentët si përpara, sepse nuk e prek më kaq shpesh. Numri i leksioneve, unë bëj leksione manja, pra bëj leksionet më kryesore, përpiqem të bëj disa 2 leksione të cilët i mendoj që janë të rëndësishme dhe ato grupe që marr sigurisht që përpiqem t'ju jap modelin, por me të qenë vërtet nuk punoj më siç më përpara, për sa i përket numrit studentëve. Punoj shumë me specializantët. Besoj që ndonjëherë mund të jem pak më e rrep me specializantët, por besoj që shumë që i bëj mirë atyre, sepse unë mendoj që momenti i specializimit është nga momentet më të rëndësishme në karrierë, sepse ti formohesh, merr model dhe ndërkohë formohesh për atë që ti do bësh gjatë punës tënde si përparë. Kur je specializant, duke qenë se je në varësinë e mjekëve të tjerë, mungesa e përgjegjësisë të bën që të mendosh që shumë gjëra janë të lehta dhe shumë gjëra mund të bëhen ose shumë ti di të gjitha. Dhe në momentin që je vetëm në një spital rajonal apo në roje, apo te klinika ku ju punoni, apo tek spitali ku ju punoni, aty e kupton që përgjegjësia të rritet dhe të gjitha dijet që të kanë dhënë kolegët tu të vinë në ndihmë. Duhet të japësh zgjidhje një situate që duhet të japësh zgjidhje, po çdo informacion, çdo ndihmë që të është dhënë, çdo marrje dore që të është dhënë për të futur dhe për të mbajtur bisturinë në dorë, është ajo që do të shoqërojë ty gjatë jetës. Unë besoj shumë te njohuria, unë besoj shumë te libri, gjatë gjithë karrierës sime e mendoj këtë gjë, dhe jam vetë person i formuar kështu, pra unë besoj shumë ke libri. Unë e dua shumë librin. Dhe besoj që libri të jep shumë, nëse ti jep kohë dhe lexon. Dhe e njëjta gjë ndodh edhe me pedagogun. Pedagogu ose mjeku që të mëson, sadopak të mësoj, sikur të vetëm një fjali të tregoj, të ka dhënë një pasuri në kuptimin e mirë të fjalës, në mënyrë që ti të bësh një mjek i mirë, një ginekolog i mirë. Aq më tepër që obstetrika ginekologjia është një fushë shumë e madhe. Ne e reduktuam këtu vetëm ke lindje, por në fakt është vetëm një aspekt lindje. Obstetri ginekologu është një mjek i cili ka kirurgjin, ka praktikën, ka klinikën, ka laboratorin, ka anatomin patologjike, ka imazherin. Pra është një specialitet shumë i gjerë. Është një specialitet i cili të kërkon një formim të gjerë si nga ana e fizipatologjisë, e anatomisë, e endokrinologjisë, e imazherisë, e kardiologjisë, e kirurgjisë, teknikave operatore, dhe është një punë e pafundme. Çdo ndihmë që të jepet për specializantin është një ndihmë që jep dhe sistemi shëndetësor, jep atij, jep sistemit shëndetësor,
I jep nënave të cilët ky mjek do t'i shërbej, i jep familjes, i jep shoqërisë. Në fakt, ndërkohë që ju flisnin dhe fokusonin sigurisht te specializantët, në mendje më vijnë gjithmonë përpjekjet në sferën tonë shëndetësore me shumë të rinj, të cilët her pas here kanë edhe dëshirën për të shkuar jashtë pas specializimit ose përpara për të marrë një ndoshta specialitet në një vend tjetër të Europës. Si do të reagonit ju në rast se një nga specializantët tuaj, një nga personat që ju e ndiqni për një kohë të caktuar, një ditë ju vjen dhe ju të kërkon një mendim? Unë i çoj vet. Nëse do t'ikja apo jo. Pra, unë i çoj vet. Pra, së fundmi, tani në datë 6, 2 prej specializantëve, njërë që sa ka mbaruar dhe një tjetër që është në fund specializimi, ka fituar bursë nëpërmjet aplikimit që i ka bërë spitali, në një shkollë më të mirë të diagnozës prenatale në Angli, tek King College, një nga spitalet më të mira, dhe unë besoj fuqishëm, unë vetë kam ikur në fund specializimit ose vitin e fund specializimit dhe kam bërë specialitetin, vazhdimin e specialitetit jashtë, dhe unë mendoj që ajo më ka formuar. Unë besoj fuqishëm që shkëmbimi ndërmjet eksperiencave të shkollave është i jashtëzakonshëm. Duhet bërë patjetër një eksperiencë jashtë dhe unë i stimuloj specializantët dhe duhet të them që ne kemi mjek shumë të mirë, kemi specializantë shumë të mirë, kemi studentë shumë të mirë. Është krijuar në njëherë përshtypje që studentët tani, jo, unë mendoj që studentët tani janë shumë të mirë. Unë mendoj që ne kemi brenda numrit studentëve, kemi individ të cilët do shkëlqejnë. Po shkëlqejnë dhe do shkëlqejnë në shëndetësi. Ne kemi sot mjek të rinj, studentë të cilët flasin shumë gjuhë huaja, të cilët janë me opinion dhe me mendje të hapur për sa i përket jetës, mjekësisë, mënyrës orientimit, mënyrës komunikimit, të shkëmbimeve Erasmus që bën Universiteti i Mjekësisë, është përsëri një ndihmë shumë e madhe. Pra, në qoftë se edhe në kohën time të shkuarja jashtë ishte një stërmundim i madh, dhe unë dhe kolegë të mitë, të cilët janë 2 pedagogë në specialitetet tjera që kemi qenë në Rom, kanë qenë më të mëdhenj se unë, e dim ne se sa përpjekje kemi pasur për të shkuar, mundësia tani është më e madhe. Pa diskutim që këta studentët janë shumë të mirë, dhe janë shumë të mirë. Dhe specializantë, ka specializantë shumë të mirë. Ne thjesht duhet t'i ndihmojmë, t'i evidentojmë, mos t'i mbyllim. Po t'u hapim vizionin, se mësuesi për këtë është, për të dhënë vizion. Dhe këtu më takon të them një fjalë në fakt, sepse bashkë kemi komunikuar dhe në sferën e edukimit në vazhdim në raport edhe me Breza, edhe komplimenta për mënyrën se si ju e gjykoni këtë fushë, sepse keni sjellë risi edhe në këtë specialitet në mënyrën e të ofruarit të këtij edukimi në vazhdim edhe këtu tek ne në pjesë dhe në ato mundësi që ju ofrohen për të trajnuar dhe për të mësuar më shumë, qoftë në live surgery, qoftë në një sër teknikash që janë profesionale pastaj tuaja dhe ju i dini. Shumë faleminderit për evidentimin e kësaj gjëje. Maternitetin me Flisha Geraldin, në fakt se unë jam pedagoge, por në njëjtën kohë jam edhe drejtuese e institucionit, ka shumë potencial. Dhe në radhë parë të bësh live surgery, po ta bësh live surgery, jo me video, po me live surgery edhe ti jesh, tregon që ke besim ke aftësia e mjekëve. Ke besim ke aftësia e kolegëve tu, edhe e reanimatorëve, e personelit, e infermierëve, se është një orë është operacione. Por puna që të bësh të një orë operacion është 10 vjetë. Absolut. Sepse mjeku nuk formohet për një ditë, edhe mënyra se si të trajtohesh dhe si bashkëpunon me kolegët edhe me stafin infermieror nuk mësohet për një ditë, por është thjesht djers, një nga ato ditët të cilët i futesh në spital në mëngjes dhe del në darkë, edhe pastaj në darkë të zë dhe ajo mendimi që punë shkam, se mund të kisha ndetur ose të kisha bërë një jetë tjetër pak më të lehtë. Por është pasioni, sallën operacione duhet ta duash, jo të gjithë të duan. Le të flasim pak më tepër tashmë në raport me ju si individ. Së pari si e keni kohën tuaj, po e lë kështu pending të lirë, se besoj aty është hapësira më e vështirë për të gjetur jetën tuaj. Unë nuk kam shumë kohë të lirë. Kjo nuk është gjë e mirë në fakt, sepse njeriu duhet bëj ekuilibër ndërmjet punës edhe jetës sociale dhe jetës familjare.
Mua nuk jam njeri, mua më pëlqen udhëtimet, pra më pëlqen shumë të udhëtoj, dhe mundohem që ato kohë, ato ditë pushimi që kem t'i kaloj, domethënë të udhëtoj, të shoh koncerte, të shoh ekspozita, dhe ndërkohë pasioni im i tjetër, përveç sallës operacionet ose të themi punës, që nuk është puna pasion, në fakt nuk duhet të thënë puna pasion. Puna është një përmbledhje e dëshirave, e ambicjeve, e përgatitjes e të gjitha që ti ke marrë që i vogël për të shërbyer apo jo në shoqëri. Por një nga të themi pasionet e mia është unë lexoj. Kjo është, unë nuk më lezitem kur duke me një libër në dorë. Edhe tjetra është piktura. Domethënë unë jam pak jo shumë e shpërndar. Jam njeri që nuk jam njeri që kam edhe shumë dalje, shumë shoqërira, nuk jam, por jam një person që po të më lësh me një libër në dorë, nuk mërzitem. Por në raport me telefonin, profesoresha, si keni raportet me telefonin? Ne e dim që një pjesë e mirë e pacientëve çdo gjë synojnë ta zgjidhin me telefon. Po ashtu dhe midis kolegësh jemi gjithkohës në komunikim me telefon. Si keni ju raportet me telefonin? Mos shkatrimtare. Dhe nuk e gjej dot se si duhet zgjidhur. Nuk e gjej dot as teorikisht se si duhet ta zgjidhur. Dhe ajo që për shembull vin mesazhe të lidhura më shumë me pacientët, sepse kolegëve unë përgjigjem në atë ditë për një sekond. Aq më tepër që përgjigjem në çdo moment për spitalin, në çdo moment në atë ditë. Por ndonjëherë të vjen një mesazh nga pacientët, të cilët ti s'po i kthe përgjigje se s'dihet çfarë të thuash, sepse janë pyetje për shumë çfarë të bëj në këtë rast, më dhëm një çik fundi barku, çfarë të bëj në këtë rast. Dhe ti s'dihet çfarë të thuash. Nëse ndonjëherë me telefonin, diagnoza me telefon gabon. Unë përpiqem shumë që njerëzit mos ta marrin trajtimin dhe diagnozën nëpërmjet telefonit, sepse i ndryshe kontakti është i pazvendësueshëm, kontakti ndërmjet mjekut edhe pacientit. Ne nuk mund të bëjmë, ne bëjmë telemedicinë, po duhet bëjmë telemedicinë me kolegë, me radiologji dhe me tjera, jo me telefon pa e ditur edhe nga ana tjetër kush është, sepse shpeshherë i ngatron. Pra, gjeni në klinike të dikujt me dikujt tjetër se truri ka ngarkesën e vet. Dhe preferoj që mos përgjigjem për shembull ndonjëherë, vetëm kur të vjen pas 10 minutave një mesazh, doktore Esha, dhe një pyetje. Është një fakt, është një ndër handicapet e shpeshta në çdo profil mjekësor ku pjesë e mirë e pacientëve e konsiderojnë sikur është përtesë, por në fakt kur ja shpjegon nga afër që kjo mund të çojë në një diagnostikim të gabuar, sigurisht është një diagnozë që duhet eliminuar. Pra sa të mundemi të eliminojmë më shumë. Profesoresha, po në raport me le të themi sjelljen njerëzore, a ka diçka që të trishton tek njerëzit, diçka që domethënë jetën tënde nuk do doje të rrethosh ose do doje që ta shmangje në raport me njerëzit? Ajo që më vret më shumë është mosmënjoja. Tjerat i fal gjitha, mosmënjosit nuk është se më vrasin mosmënjoja. Dhe si reagon nëse dikush që i ke dhënë dorë një moment vështirë, i ke dhënë gjithçka ke mundur, në një moment caktuar sillet në mënyrë tërësisht mosmënjose në raport me ju. E shmang, përpiqesh të shmang apo përpiqesh të reagosh? Është një lloj mesazhi që ne duam deri diku të japim model dhe të rinjve që na ndjekin. Kjo është me karakter, nuk e jep dot modelin e të rinjve. Ideali do të ishte që të mos reagosh në mënyrë të menjëhershme. Jo gjithmonë arrit ta bëj këtë. Por përpiqeni. A ka një telefonat të parë që bëni kur jeni e mërzitur? Kur jeni ngarkuar? Bashkëshorti tim. Aty është vendi ku... Dhe dyta është mami. Po në raport me prindërit, ne gjithmonë kemi mesazhe ose kemi komunikime për tyre që i mbartin me vete, qoftë si profesionist, qoftë edhe si individ. A ka një mesazh të bukur që mund dash me ne që nëna apo babai juaj ju ka dhënë në profesionin apo dhe në leadershipin që keni në punën që bëni? Unë në fakt e përmenda që unë vi nga një familje që nëna ime ishte kirurge, e vetmja kirurge në Vlorë në kohën e vet. Unë kam qenë gjithmonë shumë krenare për mamën tim. Më zhdukur gjithmonë që njerëzit kanë pasur shumë
respekt edhe ajo ka pasur shumë profil solid si njeri, si grua, edhe si mjeke, edhe vazhdoj të jem shumë krenare për punën e saj dhe për formimin që ajo ka bërë ke unë. Ajo më ka thënë kur kam filluar ginekologji, të cilën je vërtet e zgjodha vetë. E para njerë nuk është shumë përkrase kur deshe të studioja mjekësi, sepse i duke një profesion i cili ishte i lodhshëm për një grua. Pastaj, kur mora ginekologjin, ajo nuk është tipi që mund të thoshte jo. Domethënë nuk ishte nga to nënat që thot agresive që të thoshte jo. Pra, gjithmonë ka qenë respektueshme për vendimet e mia. Por ajo që më ka thënë është që ki kujdes që të sillesh mirë me njerëzit gjithmonë, sepse njerëzit të respektojnë kur sillesh mirë dhe të kuptojnë. Dhe tjetra që më ka thënë është që ti në këtë profesion që ke, do shofësh shumë gjëra. Por në asnjë rast nuk duhet të komentosh në sy apo jashtë për ato gjëra që do shofësh brenda këtij profesioni. Dhe e treta që më ka thënë, edhe që e mbaj gjithmonë në vesh, është që duhet të jesh gjithmonë më e mira. Sepse ndonjë grua që nuk është gjithmonë më e mira, nuk çan. Është më e vështirë për një burr dhe është më e lehtë për një burr dhe më e vështirë për një grua. Mesazhe shumë bukura, mesazhe që vërtet të bashkëqyrojnë. Kurse babi im, se kam thënë ndonjëherë, babi im kur gjithmonë nuk e ka pas lehtë faktin që kishte në shtëpi një grua e cila bënte roje çdo 5 ditë edhe me urgjenca dhe me të gjithë. Dhe kur i thanë që shiko se dhe goca do bëhet doktoreshe kështu, tha, kur e durova unë gruan doktore kirurge, le të bëhet edhe goca ime, le ta duroj kushto tjetër, po unë jam shumë krenar që ajo të bëhet mjek e mirë dhe të investoj ke veti. Pra, unë i kam pasur të dy prindrit që kanë investuar gjithmonë ke unë, edhe kanë, jo vetëm kanë besuar, por ndryshe nga shoqjet e mia, unë kam qenë gjithmonë e fokusuar brenda shkollës, brenda profesionit edhe nuk më shkërkuar në fakt gjë tjetër përveç rezultateve. Dhe u jam shumë i njohës prindërve të mi, se më kanë suportuar dhe ekonomikisht shumë deri vonë, shumë vonë. Profesoresha Nerase ju bie një telefon sot edhe ju thot që do duhet të tërhiqeni nga pjesa aktive të qenit mjeke, por do duhet merrni tërësisht me politikë. Do ta linit këtë profesion në këtë fazë të jetës tuaj për të marrë tërësisht në një drejtim politik jashtë sferës tonë? Nuk bien këto telefona, nuk vazhdojmë në një pyetje tjetër, nuk bien këto telefona. Okej. Mjeku është mjek. Mjeku është mjek. Dhe unë i respektoj të gjithë mjekët të cilët janë futur politikës aktive. Dhe në fakt politika aktive është një investim shumë i mirë që njerëzit dhe një ndihmë shumë e madhe që politikanët i bëjnë shoqërisë, sepse është shumë e rëndësishme politika. Ne mjekët jemi të gjithë e mendojmë që qendra e botës jemi ne. Na jemi egocentrik në përgjithësi mjekët dhe nuk mund të jesh një mjek i mirë nëse nuk ke pozicionin e vetes tënde në qendër të mendjes. Por politika në fakt, dhe këto unë e kam vënë re gjatë drejtimit të një institucioni, është i rëndësishëm sepse jep zgjidhje apo jo dhe jep në kohën e duhur drejtim të drejtë apo të gabuar. Jep investime, të cilat mjekët ne i marrim, unë e quaj vetë mjeke, dhe ne mjekët i marrim si një e drejtë, të cilët në fakt është një e drejtë që na takon ne, i takojnë njerëzve, i takon popullit, por politikat gabuara mund të bëjnë që këto mos ta kesh. Pra, ne duhet ta kuptojmë që dhe rëndësinë e të qenurit të politikës dhe të rëndësinë e të qenurit të politikave shëndetësore, në veçanti për sa i përket ne mjekëve. Pra, jam shumë falenderuese për të gjitha ata politikanë, të cilët në kohën e dur, në momentin e dur, gjejnë rrugën e tuhur me politikat e tyre në ndihmë të mjekëve, të njerëzve, të shoqërisë. Pra, politika nuk duhet marrë kaq, dhe ne nuk kemi të ndarë, ne nuk e kemi të ndarë. Dhe mjekët duhet ta kuptojnë që vetë me punën e tyre të përditshme janë një lloj politikani.
sepse nëpërmjet punës që bëjnë, zbëjnë zbatimin e atyre politikave të cilat duhet i bëjnë në fakt në zbatimin terren. Secili prej nesh. Në fakt në vimësi të kësaj, në drejtimin sot që ju keni të një institucioni kaq të rëndësishëm si Spitali Universitar i Mbretëresë Geraldine, a është e vështirë që të nisësh punën në mëngjes dhe ta përmbyllësh në darkë duke bërë një politik të mirë menaxhimit të një sistemi kaq të rëndësishëm me një grupe mjekësh, reanimatorësh, infermierësh dhe sigurisht çdo gjë fusën Unë nuk bëj pacientit. vetëm menaxhim, në fakt, për fat mirë bëj edhe aplikim. Unë bëj edhe punën e mjekut, edhe kjo më bën që gjërat dhe unë besoj që drejtuesi duhet të jetë mjek, sepse duhet ta njohë nga baza, duhet ta njohë nga terreni dhe duke njohur institucionin i di dhe nevojat, i di dhe prioritetet. Por e vështirë, unë them që çdo punë bëhet në qoftë se ke zemër dhe impenjim. Do vendimarrje, por do impenjim. Pra ti duhet ta duash atë që po bën dhe ta besosh atë që po bën. Në njëjtën kohë, ne të gjithë duhet të jemi falënderues sepse në këto 10 vjet ne kemi marrë investime dhe po flas për Mbretëreshën Geraldine, investime të tilla të cilët nuk i kemi imagjinuar. Unë kam filluar punë shumë vjet përpara në atë institucion, nuk i kemi imagjinuar. Pra ndihma që unë si drejtuese e institucionit, të gjithë mjekëve, por në mënyrë rrjedhimore e nënave, e fëmijëve, e të gjithë atyre që kanë marrë shërbim të Mbretëresha Geraldine, është dhënë shumë e madhe nga institucionet qendrore. Pra, kemi marrë investime të cilët na i kanë bërë mundësinë e aplikimit punës më të lehtë. A kënaqemi ne? Sigurisht që nuk kënaqemi. E mira s'ka fund. Dhe normale është që mos kënaqemi. Në rast se një pacient në një moment të vështirë, një pacient të ndjes në një moment të vështirë, është një rast që në mënyrë të habitshme merr për mirë apo në mënyrë të habitshme merr për keq. Dhe sigurisht që shpeshherë pacientët drejtohen thonë tani ja lëm Zotit, ju vetë në raste të tilla besoni në Zot apo mendoni që çdo gjë është një proces normal që shkon drejt mirës apo të keqes në varësi të komplikimit ose jo të një paciente? Unë besoj në Zot si Eliona, si individ. Kam atë filozofinë time, por besoj në Zot. Por në punë nuk jam unë nuk besoj që në mjekësi gjërat bëhen nga Zoti. Pra, unë besoj shumë tek fuqia e punës mjekut, unë besoj shumë ke rrjedhorja e fiziologjisë. Sigurisht që ka disa dhe mjekësi, prandaj thuhet që 2 dhe 2 bëjnë 5 dhe nuk bëjnë 4, ka disa limite brenda punës tonë, por ne duhet punojmë dhe duhet luftojmë deri në minutën e fundit për ta shpëtuar jetën e pacientes apo jetën e bebit apo jetën e kujdo që na ka besuar. Duhet ta kuptojmë që të besoj dikush tjetër, siç na i besojnë ne, është një gjë shumë e madhe. Ne në njëtën kohë që na besojnë, ne duhet na rritet dëshira edhe detyrimi dhe të kemi respekt për atë të cilën na ka besuar jetën, edhe na shikon në sy, dhe për këtë arsye ne duhet punojmë gjithmonë më shumë. Është shumë gjë e madhe që dikush të të vijë dhe të besojë jetën. Ne e harrojmë shpeshherë këtë gjë, sepse e kemi normale se kjo është puna jonë. Por ta mendosh për shembull që ti ke vatur dhe i ke besuar gjën tënde më të shtrenjtë një personi tjetër, është gjë shumë e madhe. Është shumë gjë e madhe. Jemi shumë fatluar në mjekë. Emocionet që marrim në fakt janë të jashtëzakonshme. Jemi mjekët janë shumë fatluar. Ka një profesion që janë një profesion shumë fatluar. Profesoresha, nëse do të bëje një pyetje në raport me përmbylljen, le ta quajmë, të ciklit të një mjeku, cili do të ishte qëllimi i jetës tuaj që do doje të mbahesh mend nga pacientët, nga kolegët, nga gjithë rrethi juaj për gjithë investimin e jashtëzakonshëm që do të jepnin në karrierën tuaj? Po nëse do të thonë një fjalë të mirë, do isha shumë e lumtur. Ne mjekët jemi xheloz me njëri tjetrin, nuk është se unë besoj që unë i respektoj shumë profesorët e mi. I kam respektuar gjithmonë. Sa më kanë shumë kalojnë vitet, them që po, ata kanë dhënë për institucionin.
ne gjatë punës tonë të përditshme mund të kemi edhe kontradikta me njëri tjetrin, sepse ne jemi human, kemi mungesat tona, kemi xhelozirat tona, kemi egoizmet tona, pa diskutim që për momentin mund të kemi kontradikta me njëri tjetrin. Është shumë e vështirë që ta pranosh që tjetri është më i mirë apo do ka kaluar për diçka, apo mos suksesi jot ka ardhur si pasojë e veprimeve tua dhe jo si pasojë e veprimeve të tjerëve. Por ne në të gjitha rastet duhet të jemi falënderuese dhe respektues për profesorët tanë. Secili që ka ardhur në punë dhe që ka dhënë kontributin tek Mretresha Geraldin ka dhënë një gur tek shkolla të cilët e te historia atij institucioni. Kështu që në qoftë se ky gur që ne vendosim është një gur i mirë, që zë vend, që kemi bërë diçka të mirë për institucionin, dhe dikush tjetër e thot këtë gjë, në fund karrierës ime do isha shumë e lumtur. Po ndërkohë nuk janë shumë sentimentale, nuk është. Ne dal nga dal kemi afruar drejt fundit të emisionit. Në fakt, në traditën e këtij emisioni unë do doja për jush një mesazh drejtuar të rinjve, qoftë në të rinjve në fushën tonë, studentëve apo specializantë, por qoftë të rinjve në tërësi të shoqërisë tonë. Si do të ishte një mesazh ju do doni të lini në fund të këtij emisioni? Mesazhi im është që të rinjt duhet të studiojnë. Rruga e punës dhe studimit është vetëm rrugë që të nxjerrë mirë në jetë. Nuk ka rëndësi se çfarë profesioni bëjnë. Pa atë profesion që bëjnë duhet ta bëjnë të mirë, ta bëjnë me përkushtim dhe të gjejnë gjatë jetës vet një ekuilibër ndërmjet punës, profesionit dhe jetës së familjes. Unë falenderoj shumë. Në fakt ka qenë kënaqësi e jashtëzakonshme kjo bisedë, edhe besoj dhe jam i bindur që kemi dhënë mesazhe të duhura. Faleminderit ju për ftesën. Duke ju falenderuar të gjithëve për vëmendjen tuaj, do të shihemi si çdo të mërkurë në orën 19 në podcast me doktorin. Faleminderit.